Dikur ka qenë ambari i njësisë administrative Orikum dhe fshatrave që përfshihen në të, ndërsa sot u shkthyer në Kënet. Gjergj Nezha, kandidat për deputet në qarkun e Vlorës nga Aleanca Kombëtare Shqiptare, denoncon nga Orikumi atë që ai e quan transformimin në rrënjësor për keq i një prej zonave më prodhimtare përpara vitit 1991 në Orikum, motori i ekonomisë së kësaj njësie. Nezha tregon se në 400 hektar të saj, më parë kultivoheshin misër, grur dhe shalqinj, ndërsa sot ajo është kthyer në një vatër infeksioni, ku insektet të shumta janë kthyer në shqetësim për banorët. Kandidati për deputet Gjergj Nezha tregon se minimalisht 1000 familje kanë të drejtën e pronësisë në atë që ai e quan Këneta e Orikumit, ku tokën e të cilave e ka rrëmbyer sipas tij sot shteti shqiptar. Rame, ja ku e ke dhe Lulin, ja ku e ke dhe Knetën, ja ku e ke dhe Bufin edhe vllajën e Bufit. Tu e keni këtu. Në 2013 edhe ju the banorëve këtu në Buzdetit, ju the që unë jam deputeti juaj. Sa e more votën, ju the do ju jap, do ju kthej certifikata e pronësisë, do ta zhvilloj zonën. Dhe sa erdhe ti edhe Berisha, pra kjo u rikënetëzua. Ishte tokë buke që nga viti 1980, u punua 10 vjet, 1970, 1980 që kjo 400 hektar nga këtu deri atje në Rëz të hapeshin. Dhe sa erdhe ti Bufi, vllai Bufit, Mushkonja, vllai Mushkonjës, ja ku jemi. Pra tani këtu jemi në Kënetën e Mushkonjave. Pra ke merit zoti Edi Rama, i gënjeve për pronësinë, do ta lulëzojmë the zonë shumë e bukur. Unë them që është një më të bukurat në Evropë dhe një nga gjirët më të bukurat të botës. Pra e ke lënë në harres, pra Orikumi dhe gjithë kjo zonë, pra Orikumi, Dukati, janë 1000 familje që kishin me 7000 pistë morën tokë dhe këto 1000 familje u pezulluan dhe në vend që të kishte zhvillim, popullsia kaloi nga 12000 banor, sot Orikumi 12000 banor, 1191, Orikumi ka 700 banor. Pra jo katastrofë. A mundet një zonë e tillë kaq e bukur në buzë të detit të ketë 700 banor? Pra mund të themi që mund të ketë Kuçi, Vërmiku, Tërbaçi, rënje drastike të popullsisë, po këtu është e papranueshme. Pra këtu ke merit të jashtëzakonshme ti Edi Rama. Çfarë ndodh kur ti që nga 2010 punson 8 punonjës të hidrovori nuk funksionon. Pra 2 milion euro janë vetëm rroga Edi Rama. O Edi Rama, pra do sillje rilindje urbane. Tani ti na ktheve 2000 vjet mbrapa, na ktheve në antikitet. Pra na ktheve te malaria. A shkohet në Europë me malaria? Pra malaria sot në Evropë është dukur, ekziston në Shqipëri dhe në Afrikë. Pra kur situata e Kënetave sot në Shqipëri është Orikumi ose Këneta Dukatit, është rikthyer totalisht në Kënet. Këneta e Maliqit 50%, o Edi Rama është kthyer prap Kënet. Tërbufi minimalisht 30% i Lushnjës është rikthyer Kënet. Pra në vend që ta lulëzoje Shqipërinë e shkatrove. Pra bashkë me Bufin, me Lulin e me vllajën e Bufit e të gjithë, ja ku e keni rezultatin. Kandidati për deputet i Partisë Aleanca Kombëtare Shqiptare, i pari në listën e mbyllur për Vlorën, në fund ka edhe një pyetje drejtuar pushtetit qendror, e cila lidhet me mundësinë e anëtarësimit të vendit tonë në Europë. Dhe në fund, zoti Edi Rama, ju premtove certifikat në pronësisë, ju premtove zhvillim, ju premtove rilindje urbane, rilindje kombëtare. Biles do ta quajë rilindja partia e rilindjes kombëtare. Tani ç'na duhet ne pasaporta europiane kur ti nuk bën dot to gjëra të vogla në thonjza. Është më mirë që ti t'japësh dorëheqjen sepse ka premtuar 1 herë, 2 herë, 5 herë. Pra është një krim ndaj shqiptarëve dhe një krim. Si mund të shkosh në Evropë kur ti nuk garanton pronën. Prona është një nga kushtet bazë të kushtetutës dhe Bashkimit Evropian. Sipas legjislacionit kombëtar të pronësisë, i cili zbatohet edhe sot, nëse një pronë nuk përdoret për 25 vite, i kalon pronarëve të mëparshëm të saj, të cilët e kanë patur në përdorim. Me këtë fakt, Gjergj Nezha e mbyll fjalinë e tij, duke kërkuar kthimin e kësaj prone tek të zotët 1000 familjeve banor të Orikumit dhe fshatrave përreth tij.